أنس رضي الله عنه ترضى كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر مجلسه وحديثه، والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخي لا يعينني بشيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك أن ترزق به. Ishin dy vëllezër në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre vinte tek profeti, sipas një transmetimi, vinte tek mexhlisi i profetit dhe dëgjonte hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Hadithe që i tregonte në mexhlis. Kurse tjetri punonte dhe fitonte për siguruar jetesën, rrezikun. Edhe ky që punonte shkon dhe ankohet për vllain e tij tek profeti sallallahu alaihi wasallam. I thot: o i dërguari i Allahut, vllai nuk më ndihmon hiç. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: mbase ty Allahu do të jap rrezik për shkak të tij. Domethënë, për shkak të vllait që po vjen tek mexhlisi i dijes, shpresohet që ty Allahu i lartësuar të jap rrezik. Ky hadith atëherë tregon se kërkuesit e diturisë nuk duhet ta kenë shqetësim çështën e rrezikut, se do asjell rrezikun Allah, do t'i mbaj Allahu subhanahu wa taala. Kërkimi i diturisë është sebeb që Allahu të lehtësojë rrezikun, që Allahu këtij kërkuesit e diturisë t'ia lehtësojë rrezikun, t'ia sjellë rrezikun, po edhe familjes tij që e mbajnë, edhe atyre Allahu jep rrezik. O sjell Allahu rrezikun nga nuk e mendon, nga nuk e mendojnë. Se ka njerëz që mendojnë se po të kërkosh dije në Kur'an dhe Sunetit, po të merresh me këtë pjesë, nuk dihet sigurt se si do marrë, si do ushqehesh. Mendojnë që ky njeri do marrë jetojnë i varfër dhe familja e tij do të jenë të varfër, do vuajnë për çështjen e jetesës e kështu me radhë. Këto mendime nuk janë sakta, sepse rrezikun e ka garantuar Allahu i lartësuar. Dhe kërkimin e diturisë Allahu e ka bërë sebeb për rrezik. Dhe sjell Allahu nga nuk e mendon. Dhe e lehtësoi Allahu kërkuesit diturisë. Po edhe familjes tij që e mbajnë këtë njeri. Prandaj nuk duhet që pjesëtarët e familjes të ankohen nëse njeri një pjesëtar i familjes filloi me mësu Kur'an, hadithe, ka marrë rrugën e dijes, nuk duhet të ankohen thonë që po këto kush do e maj? Këto kush do ushqej? Po ty kush do të maj? Si do ushqehesh në të ardhmen? Ka njerëz që i tremin kërkuesit e diturisë. Thonë kujdes, po humb veten, po shkove në Arabi të mësosh, ose po fillove me mësu Kur'an. Kush do të maj ty? Kush do të ushqej ty? Ka njerëz që bëjnë këtë punë me pengu njeriu nga rruga e kërkimit diturisë. Kuptohet që këta nuk domethënë propaganda e tyre nuk është e mirë, por duhet të themi atyre që Allahu do e lehtësoj rrezikun. Allahu do të na mbaj, sepse kështu kuptohet nga hadithi. Edhe mbajtja e lidhur me farefisin gjithashtu është sebeb për rrezik. Nëse një njeri mban familjen, le ta di se Allahu subhanahu wa taala do t'i lehtësojë rrezikun. Nëse njëri shpenzon për të afërmit e tij siç janë vëllezërit, motrat dhe i ndihmon ata, kjo është sebeb për shtimin e rrezikut dhe jo paksimin e tij. Sepse profeti ka thënë la'allaka an turzaqa bih, mbase ty Allahu i lartësuar do t'i jap rrezik për shkak të tij. Allahu shpëlbeft mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu